Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do të rikthejmë në vëmendje një ngjarje që ka bërë buj në momentin që ka ndodhur. I referohemi rreth 26 viteve më parë, por ende sa herë diskutohet, përsëri krijon një lloj reaksioni tek njerëzit. Bëhet fjalë për dosjen Tropoja, për familjen Haklaj, që ka qenë pjesë integrale e asaj dosjeve dhe duket se edhe pse vitet kaloi ka një përpjekje të mbijetuarve të kësaj familjeje për të rihapur dosjen, për të rikthyer hetimet, për të rikthyer po ashtu sërish edhe gjykimin. Me ne është bashkuar për të folur për këtë çështje avokati mirë njohur zot Elban Duraj. Avokat, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit, mirë se u gjeta, është kënaqësi. Një ngjarje tejet impenjative, një ngjarje tejet interesante për mënyrën se çfarë ka ndodhur, një familje që në ato kohë trazoi shumë ujër, apo jo? Është një familje e cila ka pasur një rëndësi shumë të madhe në zonën e Tropojës dhe natyrisht që një fis i madh, pra fisi Aklaj, i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh për vendin. Pra këtu flasim për luftën e Kosovës, pra ata kanë qenë të impenjuar në gjithë mundësitë e tyre, qoftë fizike, por edhe materiale, ku kanë kontribuar në mënyrë të vazhdueshme për atë luftë, por edhe natyrisht edhe për marrëdhëniet që ka pasur Shqipëria dhe Kosova, apo zona që është kufi, pra aty kemi malsinë e Gjakovës, e cila vijon nga Shqipëria dhe kufiri matan me Kosovën, por këto marrëdhënie miqësore, pra duke qenë se ne dim që pas ndryshimeve të cilat erdhën për shkak të kufizimit, ndryshimeve gjeopolitike që ne kemi patur pas vitit 1945, u shkëputën marrëdhënie të cilat merrej, pra që bëshin nëpërmjet kësaj malësie, pra kemi shumë krushqi të cilat kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme, pra marrëdhënie familjare dhe farefisnore, dhe në momentin që u kufizua, pra u mbyll kufiri, atëherë patëm një periudhë shkëputje shumë të madhe prej 45 viteve. Dhe pas viteve 90 filluan që të riaktivizoheshin, të krijonin, edhe pse Kosova në atë periudhë ka qenë në regjimin e Miloševićit, pra kemi pasur një krajinë autonome e cila ka qenë fillimisht në ish Jugosllavinë dhe pastaj në Serbinë, pra kemi pasur Republikën e Serbisë dhe Malizit, e cila ishte bashkë, sepse natyrisht ato shtetet e tjera të cilat morën pavarësinë u shkëputën. Kemi Maqedoninë, pra Republikën e Maqedonisë së Veriut aktuale, ose ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, Bosnia Hercegovina, e cila u shkëput me luftë, Kroacia po ashtu me luftë, Slovenia u shkëput e para nga republikat, pra pati një shkëputje të parë, dhe të gjitha këto republika u shkëputën, por vetëm Kosova ngeli nën Republikën e Serbisë dhe Malit të Zi. Dhe kjo bëri që kjo familje, duke qenë një familje adhetare, pra ata kanë qenë gjithmonë, ka qenë përkrahas qoftë edhe të luftës, pra luftës së dytë botërore, kanë qenë në krahun e komunistëve, por edhe pas ndryshimeve demokratike, natyrisht kanë mbajtur një qëndrim adhetar për mbështetjen që i kanë dhënë luftës, ka qenë një shtëpi ku ka streuar ish luftëtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, por edhe furnizimet cilat ishin me furnizime me municione, me armë, me gjitha ato mjete të domosdoshme për të ndihmuar luftën, pra luftën e Kosovës, pra ushtrisë qëllimtare e Kosovës, por përpara ushtrisë qëllimtare e Kosovës, ata kanë pasur një marrëdhënie familjare edhe me familjen e Adem Jasharit. Pra kanë pasur komunikime, miqësi me njëri tjetrin, por edhe me figura të rëndësishme, siç është edhe ish kryeministri Haradinaj, pra i cili Ramush Haradinaj, i cili
ka qenë luftëtar i angazhuar me komandanti i ushtrisë shërimtare e Kosovës, shumë figura tjera që janë streuar në familjen Aklaj. Pra ata nuk kanë qenë anonim në rrethin e Tropojës, kanë qenë një familje e cila kanë dhënë maksimumin, por një familje që mund të quhet familje adhetare që kanë kontribuar për vendin, pra për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Avokat, një familje adhetare, ne e thamë dhe ju e thatë po ashtu, por që krijoi edhe shumë armiq rrugës. Shumë armiq që thollën edhe fundin një pjesë të mirë pjesëtarëve të saj. Duhet të kemi parasysh momentin se kur ka ndodhur këto ngjarje. Pra pas viteve 90 ne kemi shumë ndryshime, pra politike, të cilat kanë sjellë që të krijohej partia demokratike apo parti të tjera opozitare të asaj kohe, por duhet kuptojmë që shumë nga partia komuniste apo ish partia e punës u atashuan pranë Partisë Demokratike dhe ne kemi liderin historik të saj, pra zoti Sali Berisha, i cili ka qenë kryetar, pra fillimisht ka qenë pjesëtar i lëvizjes studentore dhe pastaj doli që rimori këtë parti apo e mori partinë dhe u bë lideri i saj, kryetari i Partisë Demokratike e Shqipërisë. Dhe aty ajo Tropoja është një vend i vogël, familja Aklaj qëndroi, pra duke mbështetur Partinë Socialiste, gjithë kjo krajinë, duke qenë se ka qenë krajinë ku ka qenë një krajinë apo është një krajinë kufitare, ku shumë prej qytetarëve të cilët ishin pjesë e rrethit Tropojës janë përndjekur për shkak të lëvizjeve që ata kanë pasur, pra emigracionit, pra kanë ikur, janë aratisur në Kosovë apo në ish Republikën Jugoslave të asaj kohe, zonë kufitare, një zonë e varfër, dhe shumica prej tyre mbështetën Partinë Demokratike, kjo për shkak të vuajtjeve që kanë pasur si rreth, por edhe kishte edhe një simbolik, sepse lideri i saj ishte nga Tropoja, pra ishte biri i Tropojës. Kemi pasur liderin e studentëve, që ka qenë i ndjeri Azem Hajdari, po ashtu nga Tropoja, dhe shumë aktor të rëndësishëm të kësaj partie dhe natyrisht edhe kjo popullsi apo këta qytetar e mbështetën Partinë Demokratike. Dhe ndërkohë që kemi një pjesë minorancë, pra që qëndroi besnike, që është familja Aklaj, duhet të theksojmë dhe faktin që shumë mbështetës së Partisë Komuniste të asaj kohe apo Partisë Punës ta u kthyen dhe u konvertuan në demokrat. Pra gjithmonë familja Aklaj thoshte si ka mundësi që ata që kanë qenë më komunistë të asaj kohe gjatë regjimit, kanë qenë i tharë të Partisë Komuniste, u konvertuan befas dhe u bën demokrat, torve, domethënë të mbështetës shumë të madh të zjarrt të Partisë Demokratike dhe ndërmorën një revansh ndaj atyre tash të quajtur pra komunistë, pra ata që u qëndruan besnik idealeve të tyre, por duke qenë se edhe Partia Komuniste apo Partia e Punës në fund të viteve 90 pësoi ndryshim, pra ndryshim duke qershor i vitit 1991, më konkretisht, ku ndryshoi nga emrin dhe organizimin nga Partia e Punës së Shqipërisë në Partia Socialiste e Shqipërisë. Mbështetësit kryesor në këtë rreth ka qenë familja Aklaj. Po si nisi konflikti i cili u përshkallëzua dhe natyrisht që bëri që pjesëtar e rëndësishëm të konsiderueshëm në numër, udhëheqësit Aklaj u eliminuan dhe u ekzekutuan. Kjo erdhi për shkak të një mitingu i cili
në atë kohë zhvilloi në rrethin apo më saktë në qytetin e Tropojës, në sheshin e tij, në sheshin kryesor, një shesh ka qyteti apo qyteti Bajramsurit, dhe aty ka qenë lideri i opozitës, më falni, ka qenë presidenti i Republikës të asaj kohe, zoti Sali Berisha, i cili ka bërë një miting me qytetarët dhe ndërkohë ka pasur thirrje. Vllai Fatmir Haklaj, Shkëlqim Haklaj, ka pas një antimiting, nëse mund ta quajmë kështu. Po, ka pasur kundërshti për shumë reforma të cilat apo punë të cilat Partia Demokratike deri në atë moment nuk i kishte bërë mirë, pra nuk pajtohej me ato vendimarrje të cilat kishin bërë që jo vetëm Shqipëria të sillte një lloj regresi, pra duhet kuptojmë që në atë periudhë kemi pasur shumë reforma të cilat cënonin demokracinë, edhe pse kishme një parti demokratike dhe u propagandua që kjo parti do të sillte demokracinë, do t'i respektonte të drejtat e lirit themelore të njeriut. Kemi një kushtetutë të vitit 94 që kishte prirje totalitare dhe edhe iniciativa tjera siç ishte firmat piramidale, trafiku që bëj, pra vetë shteti bënte një lloj trafiku për sa i përket naftës, duke qenë se ishte vendosur embargo për Republikën e Serbisë dhe Malitzi, për shkak të krimeve apo dhunës që po ushtrojnë atë periudhë në Republikën e Kosovës, dhe natyrisht që familja Aklaj nuk kishte pajtuar me këto vendimarrje të qeverisjes, pra në atë kohë ka qenë qeveria e Partisë Demokratike që drejtonte vendin, dhe për të arsye ata, duke qenë se edhe zotin Berisha e njihnin, pra kishin një njohje familjare dhe duke qenë se janë nga e njëjta zonë, ata ngritën zërin pra për ato kundërshtit të cilat kishin. Por kjo nuk u prit mirë nga zoti Berisha, i cili në atë miting në momentin që ai ka ikur është e regjistruar dhe ne kemi parë të gjithë që ai thotë që gjallë ose vdekur, unë e dua që të ma sjellin të sjellin në Tiranë. Pra kjo ka qenë piknisja e konfliktit midis familjes Aklaj dhe zotit Berisha. A duhet hetohet avokat zoti Berisha pikërisht nga kjo audio përgjim? A mund të merret si referencë? Tani provat që heton prokuroria duhet të shkojnë unison me provat e tjera. Pra nuk do të thotë që fakti ai që dëgohet, pra njerë duhet verifikuar nëse është zëri i tij apo jo. Pra edhe këtë bën një ekspert i posaçëm i cili duhet marri CD-n apo zërin ku e ka të regjistruar, duhet marri kampionin e zërit të zotit Berisha dhe pastaj provat e tjera duhet të shkojnë unison me njëra tjetrën. Pra nuk është se me një indicje ne do të shkojmë edhe të shkojmë te deduksioni që gjithë familja Aklaj thotë që ne familja jonë është shuar sepse ka pasur gisht zoti Berisha. Pra kjo ngelet për të parë, më tepër që ne kemi parë publikisht që kjo familje ka dorëzuar një kallëzim penal, pra një kallëzim përpara prokurorisë posaçme. Ende jemi në fazën e hetimit, pra nuk kemi një konkluzion për sa i përket hetimeve të prokurorisë së posaçme. Janë marrë disa dëshmitar, disa dëshmi dhe ndërkohë duhet të shikojmë se çfarë ka ndodhur, pra çfarë do të bëjë organi i akuzës. Por natyrisht që kjo është një indicje dhe përderisa është një indicje, prokuroria ka detyrën që të hetojë çdo kallëzim, pra mos të shkojë, sepse ne shikojmë shumë raste që qytetarët i drejtojnë organit të akuzës, edhe pse ata mund të kenë një regjistrim, mund të kenë një audio përgjim, mund të kenë një video për një çështje penale që minimalisht ka një dënim penal 5 vjet e sipër, pra 5 vjet. Prokuroria i bie shkurt
pa jetuar provën, pa jetuar pa marrë dëshmitë, pa jetuar për prova të tjera, dhe tu flas për vepra penale të rënda, që do thotë duke filluar që tek përdhunimi, që tek abuzimi ndaj fëmijëve, abuzimi me fëmijë dhe shumë vepra të tjera penale të cilat janë të rënda, po që organi akuzës e ka për detyrë që duhet ta hetojë. Dhe në rastin konkret, edhe prokuroria e posaçme, fakti që brenda afati 15 ditor nga momenti që është regjistruar kallëzimi penal nuk ka dalë me një vendim mos fillimi, atëre 100% ne jemi në faktin që zoti Berisha është duke u hetuar dhe gjithë bashkëpunëtorët, të cilët nuk e kemi parë kallëzimin penal, si çfarë përmban, kush akuzohet, cilët janë personat, cilët kanë marrë pjesë apo kanë ndihmuar, kanë ekzekutuar të familje, kjo ngelet për të parë, por që organi akuzësh ka detyrën që të bëjë gjitha verifikimet dhe hetime. Pastaj del në konkluzionin për pushimin e çështjes, nëse konstaton që nuk ka prova për kallëzimin penal, mund të vendosi për ta dërguar çështjen në gjyq, pra nëse konstaton që këto vepra penale i ka kryer personat cilët mund të hetohet, kush i ka urdhëruar, kush ka qenë organizator, pra a do kaloj deri tek zoti Berisha, ashtu sikurse pretendon familja Aklaj apo jo. Pra këto janë të gjitha mundësitë, pra gjitha rrugët ligjore që të çojnë tek marrja e një vendimi nga prokuroria e posaçme. Ama avokat duket se ka pasur nga armiqt, nëse mund t'i quajmë kështu, një urrëtie të madhe ndaj kësaj familje për të eliminuar Fatmir Haklajn. Janë përdorur shumë atentate me mina të telekomanduara nga largësia. Janë bërë disa atentate tjera, herë të suksesshme dhe herë të dështuara nga largësia me sniper në kullën e Haklajve, edhe pse ajo ruhej me fortesa, ruhej nga ushtar, nëse mund ta quajmë kështu, që paguheshin nga familja. Pse ka shumë urrëtie për atë familje? Duke qenë se kjo ishte një familje e fortë, e fuqishme, kishte një ndikim në zonë, pra çështja është që duke qenë që si familje nuk i duronin padrejësitë, pra duke qenë edhe një mbështetës, pra të hapur të Partisë Socialiste, ata kanë qenë mbështetës së saj, por kjo nuk do të thoshte që ata të bënin kompromis, pra diçka që ata e shikonin që ishte e drejtë apo e gabuar, ata nuk pyesin, në sensin që nëse ishte një zyrtar dhe cënonte drejtat e tyre si familja apo të gjithë të afërmëve të tyre, të qytetarëve të tjerë, dhe kishin guximin për ta kërkuar të drejtën, por duhet marrë në konsiderat edhe fakti që jemi pas vitit 97, pra në mars të vitit 97, gjitha institucionet u shkatruan, duke filluar që nga policia, ushtria, gjykata, prokurori, pra kemi një situatë ndryshe nga situata e sotme, ku kemi institucione të konsoliduara, edhe pse tani ne kemi rezerva lidhur me mënyrën e funksionimit të tyre, pra nëse janë të drejta apo jo, zbatohet shteti së drejtës dhe gjitha ato parime të cilat ne i quajmë rule of law, atëherë nuk ishte fare institucione. Pra nëse do të arrim tek filozofia apo teoria politike, nëse më mirë një shtet i cili nuk është i drejtë, por mund të jetë një regjim totalitar, komunist, gjitha ato forma, apo një shtet që nuk ekziston, apo që është i prisht, që nuk ekziston funksione, gjithë mbështetësit apo studiuesit e shkencave politike thonë që më mirë një shtet i cili të funksionojë edhe pse mund të jetë një regjim totalitar apo një shtet komunist. Sepse qytetarët të paktën kanë një rend publik, kanë disa norma të cilat janë të detyruar ti respektojnë edhe pse ato cënojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriu, sesa një anarki. Pra ne kemi qenë në anarki. Dhe pas vitit 97, kjo familje mori gjithë kontrollin e territorit të rrethit të Tropojës, për influenca e tyre kalonte Kukës,
tropoj, pra të gjitha të dyja këto rrethe ishin në kontrollin e familjes Aklaj dhe ata filluan që të impononin edhe vendosjen e drejtorave të policisë, vendosjen e zyrtarëve të nivelit qendror, sepse aty niveli lokal kishte Partia Demokratike, pra edhe në vitin 1996 me zgjedhjet që u bën atë kohë të pushtetit lokal, qoftë bashkinë e Bajramçurit, por edhe komunat, një pjesë të konsiderueshme të tyre i ka marrë Partia Demokratike, por edhe rreth i Kukësit e njëjta gjë. Pra, funksiononte në pushtetin lokal, i kishte gjitha komunat kryesore dhe bashkinë e kishte Partia Demokratike, ndërsa në nivelin kombëtar, që do të thotë drejtoritë, cilat ishin për shkak edhe të organizimit dhe ishin në këto dy rrethe, atëherë familja Aklaj filloi edhe të impononte zyrtarët e Partisë Socialiste për të vendosur kë kishin këta dëshirë për të vendosur në këto detyra. Dhe nga armiqt në thonjza që ishin ka qenë drejtuesit e Partisë Demokratike, që ishin në nivel lokal, por edhe në nivel qendror, u bën edhe armiq të tjerë. Pra kemi armiq nga Partia Socialiste, sepse ta po bëshin pengesë për funksionimin e shtetit në këto dy rrethe, pra në rrethin e Tropojës dhe në rrethin e Kukësit, dhe duke u bërë shumë armiq, filluan edhe të kishin probleme edhe me zyrtarët e Partisë Socialiste. Pra gjitha u bën bashk për të luftuar familjen Aklaj, sepse familja Aklaj nuk bënte kompromis me asnjë. Avokat, ne thamë që ishte një familje e fortë, atletare, a e shton më shumë këtë forcinë e kësaj familjeje fakti që edhe pse zyrtarisht nuk dihet, po të gjitha aludimet, gjitha perceptimi është që Zylfia Aklaj vrau personin që dyshohej se kishte urdhëruar vrasjen e Fatmir Aklajt në qendër të Bajramçurrit. Pra në një tavolinë që ishin disa persona, ajo shfaqet papritur dhe me breshërinë e një Kalashnikovi flasin dëshmitarët, një grua e gjatë mbi 1.90 arriti që të sharronte nëse flasin në gjuhën e policisë të gjithë personat që ndodheshin në tavolinë. Çfarë treguesi është kjo? Po, duke qenë se në këtë zonë, jo në këtë zonë, por në gjithë vendin tonë, akmarrja është një nga cilësitë apo virtytet që ne kemi, ndërkohë që në këtë territor, pra duhet të kuptojmë që gjakmarrja në gjithë Shqipërinë, akmarrja ne e kemi virtyt, por në zonat e veriut ne ende kemi gjakmarrjen, pra akoma më thellë, po ndërkohë që këtu ne jemi përpara faktit se zonja Zylfie mori hakun të presupozuar, sepse mendonte që ata, pra një pjesë që ishin atë tavolinë, kishin urdhëruar vrasjen e njeriut më të ngushtë, pra më të dashur të tyre, dhe shkoi të merrte hakun. Shkoi vetë personalisht në mes të qytetit, shkoi edhe për vetë faktin sepse duke qenë se femrat, pra nuk konsideroheshin, pra nuk është kanuni, pra nuk e ka në normat e tij që të dyshoj apo femra të shkojë dhe të marri hakun, pra këtu nuk kemi raste të zbatimit të kanunit, dhe për kjo ka qenë motivi që ajo ka shkuar, dhe një element tjetër i rëndësishëm ka qenë për të dhënë një mesazh. Pra mesazhi ka qenë i fortë në mes qytetit, dhe ajo tregoi aty që ne nuk do të tërhiqemi nga idealet tona, nga akmarrja jonë për të vendosur nderin në vend, dhe do të bëjmë gjithçka që për të luftuar për të marrë hakun ndaj familjarëve të tyre. Pra ky ka qenë gjithë ajo që ka bërë, dhe pastaj ne kemi zhvillime të mëvonshme që
shkoi jashtë shtetit dhe është aktualisht në Suedi ku ka marrë edhe azil politik, pra me gjithë dosjen Aklaj, ajo ka pasur mundësi që dhe nuk është dënuar, pra nuk kemi një dënim apo një ekstradim për Zulfia Aklaj. Fatmir Aklaj njihet si personi që ka vrarë në atë shtator të 1999-s dhe zotin Azem Hajdari. Ajo ngjarje ka qenë në praninë e drejtorit të policisë së asaj kohe në Tropoj, Jaho Murustani ose siç njihet ndryshe Jaho Salihi. Ai pranon në intervistat që ka dhënë më vonë që vrasja është bërë nga Fatmir Aklaj dhe se unë nuk është se kam shkrepur armë atë ditë dhe nuk është se kishim shkuar aty për kryer ndonjë vrasje, ndodhi në moment. E konsideron arrestimin e tij dhe dënimin e tij si teje të rëndë. Ai pretendon që nuk ka gisht, pra nuk është se ka shtënë me armë gjatë atij episodi. Çfarë ndodh avokatës? Nëse rezulton që ai nuk ka shtënë, realisht është dënim shumë i rëndë me 25 vite mos gaboj apo burgim i përjetshëm për Jaho Osmani. Atëherë kemi burgim të përjetshëm, por ne duhet të kuptojmë që prokuroria në atë periudhë, pra kemi një prokurori të përgjithshme, e cila u mor me hetimin. Kjo prokurori vinte pas vitit 97. Pra 97 ai ishte u dogjën prokurorit, pra nuk kishte mundësi fizike, por me burime njerëzore, por edhe një fuqi për të bërë një hetim të saktë të kësaj ngjarje. Pra kush ka qenë ai që ka futur në kurth të ndjerjen e Azem Hajdari, si ka mundësi që zoti Hajdari shkoi në vendin e ngjarjes, pra të shkonte i vetëm, pra i shkoi vetëm me 2 miqtë e tij që i kishte edhe truproje, dhe ka pasur me vete vetëm një pistolet. Pra kjo ka qenë gjithë përshkrimi që është bërë në ngjarje. Flitet që dikush e ka njoftuar në Partinë Demokratike, ai ka qenë në selinë e Partisë Demokratike, dhe dikush e ka njoftuar, i ka thënë që e kërkojnë, pra edhe personat cilët e kërkonin, dhe në prani aty ka qenë edhe zoti Berisha, pra në momentin që i kanë thënë që zoti Hajdari kanë ardhur dhe të kërkojnë Jaho Osmani, Fatmir Aklaj, dhe kanë qenë edhe 2 persona të tjerë, mos gaboj, cilët e kërkonin dhe duan takim, dhe ai ka parë me njerë tek doktor Berisha dhe ai ka thënë shko takoj, nuk ka asnjë lloj problemi, meqense kanë kërkuar sjarim. Dhe ai ka shkuar, i ka besuar, pra ka dalë nga selia e Partisë Demokratike me pistolet dhe ka qenë i shoqëruar nga 2 bodyguardët e tij. Por duhet kuptojmë që përpara këtij episodi kemi pasur 2 atentate ndaj zotit Hajdari, pra qoftë në Tropoj, por edhe në Milot. Kemi 2 atentate. Dhe atentate që ndodhi brenda Kuvendit të Shqipërisë. Po, ajo ka qenë për motive banale të dobta dhe hetimi dhe gjykimi është bërë sepse me zotin Mazreku ka pasur një konflikt verbal dhe pas fizik, dhe flitet që zoti Mazreku nuk e ka përdiu, pra atë goditje që zoti Hajdari bëri në sallën e Kuvendit, shkoi dhe e goditje e plagosi. Pra është diçka që nuk besoj që ka lidhje me këtë ngjarje apo me këtë episod. Të atentateve që bërë ndaj tij. Dhe kjo ka ngelur, pra nuk është zbuluar. Prandaj prokuroria e posaçme besoj duhet të ketë një lloj përgjigje për vrasjen e shekullit, sepse kemi eliminimin e liderit të dhjetorit, pra duhet thënë që ka një kontribut shumë të rëndësishëm për sa i përket lëvizjes së dhjetorit, pra një student i cili ka qenë guximtar, ka marrë pjesë në protesta dhe ka qenë një tip energjik, impulsiv dhe ka pasur shumë grind për sa i përket protestave dhe organizimit të studentëve të dhjetorit, kështu që
duke qenë se kemi ka kaluar një periudhë shumë e gjatë e viteve dhe natyrisht që kemi një organizim tjetër, kemi prokurori e posaçme e cila ka një lloj tjetër stature, mbështetje ndërkombëtare, por duke qenë se edhe për vetë statusin që ka kjo prokurori, kjo ka për detyrë që të jetojë edhe politikanë nivelit të lartë, pra të cilët mund të kenë qenë ata të cilët kanë dhënë urdhrin ose mundet ta ketë urdhër në kurth se duhet të kuptojmë që Partia Demokratike vinte pas vitit 97. Avokat, vetëm shkurtimisht, me pretendimet që Jaha Osmani ose Jaha Sali ka, pra që ka qenë në vend ngjarje, por nuk është se ka shtënë me armë ose të ketë qenë i përfshirë drejt për drejt në konflikt, a është i tepruar pikërisht dënimi ndaj tij, pra duhet bërë një rivlerësim rigjykim tjetër? Patjetër mund bëhet një rigjykim, por nuk mund të bëhet i shkëputur nga hapja e gjithë kësaj dosje. Pra unë mendoj që ka ardhur koha që të hapet dosja Hajdari në mënyrë që të hetohet, pra në mënyrë profesionale, në mënyrë të drejtë, por tashmë ka edhe mundësi tjetër, sepse ka kaluar shumë vite dhe çfarë mundet të kenë bërë ata që kanë organizuar të ngjarje, çfarë ka sjell pra pas asaj ngjarje organizatorët, ata që kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, ata që e kanë ekzekutuar, pra çfarë marrëdhëniesh kanë pasur më vonë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, shumë çështje zbulohen edhe kur kalojnë vite të tëra, gjithmonë krimi zbulohet edhe pse mundet të kenë kaluar shumë vite, provat janë aty, pra për gjithë qasjen që mund të kenë organizatorët, dhe duhet kuptojmë që zoti Hajdari pretendonte në atë periudhë që të ishte, pra të merrte një rol drejtues në Partinë Demokratike. Pozitat e zotit Berisha në atë periudhë nuk kishin shumë të forta, sepse ai vinte pas humbjes dramatike në vitin 97 në shumë qytete të Shqipërisë, por kryesisht në jug, pra në Vlorë ai nuk shkonte dhe ka qenë zoti Hajdari i cili atë natë, pra ai ka qenë natën që është vrarë, pra ka qenë në Vlorë, pra shkoi në një miting në Vlorë me zonjën Josefina Topalli, ata kanë qenë në Vlorë me një miting i cili është zhvilluar me pjesëmarrjen e shumë qytetarëve, dhe atë natë ka ndodhur ngjarja e rëndë ku i kanë marrë edhe jetën. Kështu që besoj që ka ardhur momenti që dosja Hajdari të fillojë dhe të rigjykohet. Mundet të ketë lidhje edhe me dosjen Aklaj, pra to mundet të bashkohen, apo vetë prokuroria mund të nxjerrë indicje gjatë gjithë hetimin që mund t'i bëj dosjes Aklaj, në mënyrë që të nxjerrë edhe të zbardhë edhe vrasje të tjera të cilat kanë ngelur ende me pikpyetje të madhe dhe pa përgjigje të qartë nga organet e drejtësisë. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit shumë edhe.